Unë nuk është herë e parë që ka marrë. Unë ka e njëjke Partinë Demokratike që ishtë në vitin 1991. E deri sot ka marrë pjesë çdo protestë. Edhe sot ka marrë në këtë protestë për me largue Edi Ramën, korrupsioni i Ballukut, korrupsioni i gjithë qeveritarit, i ka këtë në burg, kryebashkiak në burg, këtë i ka dhe kina ardhur me pëzbindje për me hek Edi Ramën se atë na çu katastrofë Shqipërinë, popullin dhe familjen tonë. Mendon se do e hiqni? A menoni? Tani a menojmë. Ne menojmë, po do qëndrojmë që ta hekim me detyrim. Mes me u largu për këtu, ta hekim. Ai s'është fare këtu njerëz, sa që bëni ju protesta? Po e di se sa këtu, por ne tani do ta shohin edhe ndërkombëtarët. Do të shohin edhe gjykatët se çfarë po bëhet këtu. Që ato të marrin masat e veta, të japin dënimin e merituar, jo të marrin krahin e Edi Ramës. Nuk e gjykojnë tamam si janë e drejta e popullit. Dënohet një familjar me një dhamë elektrike, 30 për një dhamë elektrike. Nuk dënohen këto që kanë me miliarda lek edhe mërën. Tani si konë në mësi, pra që konë në barabartë. Sa në barabartë, popullin e vujnë, popullin e hek, ato marrin lek burgësin, se mërën që dërkush, që mërën Edi Rama, Ballukun, mërën... Po, por që të ketë rezultat protesta, nuk do të thotë që këtu të mblidheni 1 orë, 2 orë apo 3 orë, do të thotë që të qëndroni këtu derisa ato që ju kërkoni. Po, janë tjetë, po njerë kështu e kanë pasashishme, që të qëndrëm edhe me orë të tana, po ta shofim njerë.